deri kur ki kohë ti me u pendu, me ju kthy rrugës Allahut Azza wa Jall. Janë dy forma musliman. Njëna është e përgjithshme, e njëna është e përveçshme. Domethënë njëna të rrok veç ty, njëna e rrok krejt njerëzit. Ajo që e rrok krejt njerëzit, ka thonë Muhamedi alayhi salam, Allahu Azza wa Jall e pranon tobën për robëve tina derisa nuk ka lind dielli ka perëndimi. Domethënë përderisa është të lind dielli ka lindja krejt robëve u pranon Allahu Azza wa Jall tobën. Kur qohen një ditë e të presin që po lind dielli e nuk lind, e dikur e shohen që po lind ka perëndimi, Allah na rujt, aty nuk ka ma tobe, nuk ka ma pendim, nuk ka ma kthim për mrapa. Përfundoj ma. Ki me shku para Allahut me çato vepra që i ki. Kështu që kujdes, çdo mëngjes kujdes se mos po lind dielli ka perëndimi dhe përfundoj ma me ty. Kjo është e para, kjo është e përgjithshme. E dyta është, ka thënë Muhamedi alayhi salam, ma lam yughargir, përderisa robi nuk e bën atë gërhamën e vdekjes. Deri në çat moment, domethënë, deri në momentin gati të fundit vdekjes, Allahu Azza wa Jall ta pranon tobën ty. Domethënë, kjo është e përveçme. E lutem Allahun Azza wa Jall na bëj për atyre që pendohen te Allahu Azza wa Jall para kësajna. E lutem Allahun Azza wa Jall na pranoj pendimin ton. Allahu na nimoft për me u kthy rrugës Allahut Azza wa Jall.